Nderuar miq, në fund të kësaj jave do bëjmë një përmbledhje të zhvillimeve që kanë ndodhur në arenën globale. Në sytë e gjithë botës këtë javë kanë qenë në Kinë, atje ku presidenti Trump zhvilloi një vizitë zyrtare treditore në Pekin, por pa lënë me një anë edhe atë që kanë ndodhur në botën tonë shqiptare, në rajonin tonë, në Ballkan, në trevat tona, sidomos në Kosovë. Gjitha këto çështje pa harruar edhe situatën në Britani, do t'i flasim me zotin Driton Tali, e njohës mjaft i mirë i zhvillimeve jo vetëm kombëtare, por edhe ndërkombëtare që jeton pra prej vitesh në Londër. Zoti Tali, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje dhe i përshëndesin të gjithë ata që do të na përcjellin. Një përshëndetje nga Londra. Faleminderit. Përshëndetje dhe më të përzemërta edhe nga Tirana dhe faleminderit shumë për kohën. Zoti Tali, krizë në Kosovë, por krizë edhe në Britani. Tani nga do ta nisim për situatën më të fundit? Po kjo e Britanisë sikur pak më e nxehtë, është më e re, se sa kjo Kosovës, Kosova sikur nuk po mundet me dalë nga kriza, sepse nga njëra krizë po kalon në tjetrën, kështu që si të duash. Unë jam nacionalisti që të dy shteteve edhe. Okej, nisim nga Kosova për shkak edhe të grushtimeve të fundit që situata ishte çik më e rëndë. Pam forcat speciale në Skënderë, në Drenicë, një panoramë që nuk ishte parë vitet e fundit, pra aty po zihen, ndoshta kjo që ndodhi reflekton edhe tensionin mjaft lartë mes forcave politike. Mendoni që do kemi një qetësim apo situata do agravohet më shumë dhe ky është vetëm fillimi i fushatës? Pra, ku do pëlcas, sepse kur ti e bëri parashikimin, do kemi zgjedhje tjera në vjesht nga njëra palë zgjedhje tek tjetra. Po sikur zotni Kurti aty ka të drejtë. Gjykuar nga kjo se si ka filluar kjo fushat, nëse nisemi nga jo se dita mirë shifat në mëngjes, ka fillu si mos më keq, ka akuza, fyrje, sharje ndërmjet partive, të cilat sigurisht se do t'i pengojnë krijimin e koalicionit qeveritar pas zgjedhjeve, cili do rezultat që të dalë. Por edhe procesin zgjedhor, unë këtu nga Londra, është me këta miqtë e mi këtu që flasim, e të cilët kanë votuar këto radhët e fundit, janë skeptik, nuk besoj se dalin, domethënë është një farë molisje elektoratit për shkak të këtyre zgjedhjeve të njëpasnjeshme, por edhe për shkak të fushatës e cila nuk i bën derë asnjërs parti. Një general shok i Adem Jasharit, duhet të kenë kujdes këta njerëz për shkak të asaj çfarë përfaqësojnë. E kam parasysh se nuk e kanë lehtë, jemi njerëz, hupim kontrollin. Pra nuk është janë thjesht individ kryetar komuna apo kryetar partie, lider politik. Ashtu. Paramendoni generali intendant britanik të qëroj hesape me grushta me këtë qoftë. Duhet sikur disa nuk i kanë të qartë përgjegjësitë të cilat i kanë marrë, qoftë edhe nëse nuk ju takojnë, por i kanë marrë, duhet të kenë kujdes, s'kem nevojë për këso, me trapazleqësh. Edhe ata thonë që ishte provokim, edhe Kurti bashkë me eksponentë janë qepur duke parë si pikë të dobët për reagimet shpejta. Nëse Kurti që në ka sjell ashtu, ajo nuk të jap të drejtë ty të sillesh ashtu. Si është ajo, nëse qeni të kafshona dhe ti qeni një. Prandaj
Shiko, unë shihem me syrin e vetë vendosjes, sepse kanë qenë edhe këshilltarë dhe isha në listën e vetë vendosjes dhe kanë qenë aktivist një kohë të gjatë, edhe kur nuk isha vetë vendosje, zyrtarisht isha vetë vendosje, por kështu nuk shkon. Kështu nuk shkon, po a ky Albini që Kosovës, jo, nuk është. Edhe këtë duhet të thënë, ky Albini të cilin unë e kam njohur nuk është, edhe ky duhet ndryshuar. Tashti nuk kemi komunikim një kohë gjatë me Albinin, edhe në fundit ja kam thënë. Ka harruar shumë ato qeverisja është presion, është stres, por duhet marrë mashtruar këtë punë. Nuk mund Kosova të shkojë në vazhdimsi në zgjedhje. Për sepse njerëz nuk po munden me menaxhu stresin. Nuk është arsye tim. Ju e njihni askush me zor. As Samil Ushtakun, as Albin Kurtin, as Ramush Haradinën në skenën politike nuk I ka shti. Prandaj le të sillen konform interesave të Kosovës, le të lojnë inate të kapriçet personale. Kam parasysh se ambienti është shumë I vështirë atje, sidomos gjatë fushatave, kam qenë pjesë e fushatave, e di se si ka atje grupet njerëzve të cilët I keq përdorin këto, janë të lodhshme psiqikisht e fizikisht, këtë I kam parasysh, po megjithatë duhet ta shikojmë interesin e përgjithshëm të Kosovës, janë bërë shumë sakrifica me ardhur deri këtu dhe s'kem nevojë me të përkesu situatën me bën makes e qeshtë. Kaq po du me përfundu. Ju bën e kuptoj që nuk po doni të hyni më tej, por jo se edhe neve gërnaqave na I kanë ndalu mu përzi atje në çështjet ndërpartiake, andaj edhe unë nuk që nga koha kur kam dalë në Britani jam kursy, nuk kam diskutu për ato se çfarë ndodh në Kosovë, flas për këtë betejën politike brenda partijake, natyrisht se jam shpreh dhe kam dhënë mendimin tim aty ku kam pasë interesi I Kosovës është në pyetje, natyrisht askush mund na ndalon, qoftë kërshi Serbisë apo ngjarjeve globale. Ju bën përshtypje fakti që të dyja këto ngjarje ndodhen në Drenica, aty ku kemi edhe Mullajin që kandidon për të parë një hoxh, një imam që futet në garë. Pra, mos është zgjedhur me qëllim për ta thënë më thjesht pra për të vendosur në shënjesër ky rajon. Përdorimi I besimtarve nuk ka tjemi korrekt, nuk ka filluar me vendosje, nuk ka bërë PDK-ja, kanë bërë partit më përpara, sepse aty është një elektorat I caktuar dhe ka vota. A pajtona, nuk pajtona. Sepse duhet kuvendi të ketë parasysh nacionalizmin ton, I cili është mbi fetar. Natyrisht interesat e të gjitha religioneve duhet të facilitohen, por jo në këtë mënyrë. Kjo është mendimi im, e di se shumë nuk pajtohen me mua. Për mua religioni sa më larg politikës aq më mirë. Zoti Tali, do ta thyej Vjosa Osmani Kurtin? Jo. Shiko, zonja Osmani duhet pranua, megjithatë, se e ka shërbyer postin e presidentit më së miri deri tash. Natyrisht pas Rugova veproi në kushte të jashtëzakonshme. Krahasuar dohen ka përfaqësu Kosovën mirë, ka qenë elokuente, është oratore, për më tepër një grua ka përfaqësu një vend të cilin Serbia paraqet
si të brapambetur ku pozita e gruas nuk është e duhur, e tjera, pra gjitha këto stereotipet I ka thy, por besoj që ajo nuk mund të bëj më shumë në aspektin edhe ajo ndoshta e ka pasur të frikë edhe vetë, se nuk doli e pavarur, pra me partit vetëm, po u fut nën sjetutën prapë me listën e vet në letërë, ashtu siç bëri me vetëvendosjen. Unë thashë nuk pajtohem me këto që ka ndodhur kohën e fundit, por nuk pres që zonja Osmani të bëj ndryshime. Unë më shumë pres që mosdalja në zgjedhje që siç po shihet, e sidomos e atyre të cilët nuk kanë interes të drejt për drejt, pra të jo strukturave dhe jo tifozve, do t'ja japi më shumë kahjen rezultatit se sa zonja Osmani, me gjithë respektin që mund ta kem apo mos respektin që mund ta kem për veprimtarinë e saj politike. Duke shpresuar që ne ditët vijnë do flasim prapë për këtë çështje, më lejoni që ta mbyllim tani këtu me Kosovën për të shkuar, për të ardhur aty në Britani. Çfarë po ndodh në Londër? Para se të nisim bisedën, po shikoja një listë ta kryeministra kishte ndryshuar Britania e Madhe që kur kishte ardhur Putini në pushtet. Duket sikur edhe Starmerin, për ta thënë më kështu, do ta haje. Starmeri I ka ditët e numëruara sipas mendimit tim. Kaq mund të them për te, ka shumë pakënaqësi ndaj tij brenda partisë punëtore, laboriste. Fjalimin të cilin e pati të hënën për shkak të performancës së dobët në këto zgjedhjet elektorale, ndonse mua më pëlqej, lexova në këto mediat britanike, por ishte më shumë emocional, ishte sikur fjalim fushate e jo fjalim arsyetimi apo shpjegimi të performancës. Pastaj, nëse s'gaboj të nesërmen kur doli figura e parë, ishin 50 deputet të laborist nga 403, nëse s'gaboj, sa janë në parlamentin britanik, kërkuan dërheqjen e tij. Tashti kam ri numrin 100, pa për çdo ditë të lume kërkesat I shtohen, dhe tash po them duke e njohur për aq sa e njoh skenën politike britanike, ditët I ka të numëruara, po tash kur si të shohim se çka na sjell. Niveli I demokracisë kaq I lartë aty që I rrezon qeverit kaq shpejt edhe nga brenda, apo është edhe ndoshta një dorë huaj, se vitet e fundit kemi parë ndryshime shumë të shpeshta. Po, shiko, gjithë ata që njohin Starmerin, unë nuk e njoh. Po them edhe ata të cilët po ja kërkojnë ndërheqjen, largimin. Të gjithë pajtohen se ai është një njeri shumë I mirë, është një njeri sinqert, deri një njeri familjar, deri tash nuk ka asnjë aferë mbi të cilën do të mund të akuzohej për diçka, pra si një njeri është par excellence. Por vendimet e tija politike, edhe pse mbajtja e Britanisë jashtë luftës në Iran, e që I dha mundësi edhe Francës dhe shteteve tjera që të tërhiqen, nga se për faktin se Britania, cila është alatja e Shëbas den Babaden, u tërhoq gjithmonë. Shëbaja dhe Britania kanë shku në luftra zbashku, atëherë ju dha dhe alivije të tjerave të tërhiqen. Pastaj, si them kështu, e duraj disa herë Trumpin me ato ofendimet të cilat ja bëri për hir të interesit politik britanik,
Pra gjitha këto sakrificat e tij politike, gjithë I respektojnë, po megjithatë gabimi I tij lidhur me ambasadorin britanik në SBA, Po duket ajo sikur ishte me shkuar, sikur u fto, sikur u harrua. Jo, nuk aty filluan të gjitha, sepse vetë nuk ishte I sinqert, tha se nuk e kam ditë, pastaj detyroi shërbyesit civil që të reagojnë. Kjo paraqitja e sekretarit permanent të Ministrisë së Punëve të Jashtme, Sir Ollie Robbins, ishte fatale për te, sepse ajo bëri një performancë shumë të mirë, shumë të rrjedhshme, të sinqert para komitetit të zgjedhur për marrëdhëniet e jashtme, komitetit, pra komisioneve në Britani, komisioneve parlamentare u thuhet komitete, committees, selected committee. Edhe pati një performancë fantastike ku e shpjegoi një shumë të rrjedhshme se ka pas presion, ka pas trysni në miratimin e propozimit të Lord Peter Mandelson për ambasador në SBA. Lord Mandelson është një aktivist I moqëm I Partisë Laboriste, një kohë ka qenë figura më e urryer sepse në kohën e Tony Blairit. Ashtu po. Dhe këto daljet, këto përfoljet, faktet realisht me rastin Epstein e kanë dëmtu shumë. Pra për herë të parë Starmer doli si gënjeshtar, sepse ata I thanë se e ka ditur se zoti Mandelson nuk e ka kalu, Lord Mandelson nuk e ka kalu atë se them hetuesinë e sigurimit, ka ranga I provim, për shkak të disa bizneseve që I ka patur me Kinën, që janë konflikt interesesh, por edhe për shkak të biografisë të tij të shoqërisë me Epstein. Dhe zoti Starmer nuk I ka marrë parasysh për shkak të pozitës të cilën e ka pas, apo rolit influencës që ka pas Mandelson. Aty filloi dhe pastaj sidomos kjo partia e Farage e përdori kogja shumë në këto zgjedhjet lokale, elektorale. Ai ngritur, po më duket se ka dhaj probleme me drejtësinë, me vilat. Ai ka probleme me gjithçka, por është populist. Përdori me mjeshtri, sidomos te klasa punëtore, te këto qytetet më pak të zhvilluara si Sunderland e tjera, duke e paraqitur Partinë Laboriste, Partinë Punëtore si të dalur jashtë me realitetit. Por edhe të njëjtën kohë edhe konservatorët, sidomos këtë klasën e mesme, I sulmoi ata, kështu që nga dy palët përfitoi dhe I ka marrë si këshilltar lokal në mbi 1400 nëse s'gaboj. Që është një sukses shumë I madh. Dhe ky sukses sikur do e fundos Starmeri. Po nëse ndodh që të vinë në pushtet Farage ekstremi, ka shanse që emigrantët e kanë fjalë më shumë aty për shqiptarët që janë edhe pa dokumenta, pra në mënyrë të parregullt të ketë një valë rikthimi operacion fshesa, se para një viti kishim edhe replika shumëta me kryeministrin Edi Rama. Ja, nuk besoj se do të ketë gjasa që të krijojë qeveri, sepse as konservatorët e as laboristët nuk do të futen me te në koalicion, vetëm se nëse I fiton 50+%, që mund të bëja tërvet qeveri, ato gjasa nuk I ka.
Po sigurisht, po tash është një, si them kështu, një yll ngritje i Partisë Laboriste, Andy Burnham, është kryebashkiak i Manchesterit, 2 radha si fitoj atje. Ky Simons është një deputet, keni parasysh zgjedhjet e përgjithshme në Britani janë në zona. Dhe atje është një farë mundësie ku nëse deputeti i zonës së caktuar vdes, smuhet, mund ta shkel ligjin, burgoset e tjerë, domethënë arsye të ndryshme, atëherë ajo zonë elektorale shkon në by election, në zgjedhje plotësuese. Kështu që deputeti i Macclesfieldit, Simon, është tërheq për t'i hapur rrugë këtyre zgjedhjeve plotësuese atje, dhe për t'i dhënë mundësi Andy Burnhamit për tu zgjedh antari parlamentit apo deputet, sepse gjithmonë kryetari i qeverisë, kryeministri, zgjidhet nga deputetët. Do duhesh thjesht deputet. Pra, po përgatitet skema që ai të vinë krye. Po, ai është një politikan i mirë, është shumë i dashur, ka bë punë të mirë atje në Manchester, është orator shumë i mirë, është tamam një përfaqësues i liberal i laboristëve. Ka një qasje mirë kuptuese edhe ndaj emigrantëve, nuk ka tendenca raciste, është shumë i pranueshëm për të gjithë. Dhe besoj se ai do të jetë kryeministri i radhës. Tash se sa kur të shohim. Zoti tani do ta mbyllim me samitin në Pekin midis Trumpit e presidentit Xi Jinping. Në gjykimin tuaj, kush fitoi, kush humbi, apo dolën të dy, dolëm të kishim një barazim, pra një remi në këtë rast, edhe çfarë po ndodh edhe në frontin tjetër, sepse iku Trumpi nga Kina, po përgatitet për të shkuar Putin. Jo, bisedat ishin të gjitha hiqe Tajvanin, edhe ajo sikur përfundojmë brenda një ore, ishin kryesisht ekonomike. Pra ishin inteligjenca, është tregtia. Ishte soja, fasulja soja, ishte problemi me eksportin e mishit të derrit, qipat për inteligjencën artificiale, e të tjera. Pra, tërësisht ish bised biznesi, themi kështu, apo summit biznesi, me disa ndërprerje për Tajvanin, që nuk kish ndryshim në qasje as në palë. Ky presidenti Xi është ka ju qëtë problem mediave perëndimore, s'di si ta theksojnë, Xi, 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 si do që të jetë, ai kërkoi që SBA ta ndryshoj të paktën qasjen ndaj Tajvanit, pavarësisë së Tajvanit, duke u deklaruar sikur e kundërshton deklarimin e pavarësisë. Që refuzoi Trumpi, megjithatë ngeli besnik politikës së mëshme, tha se jo, atë nuk e bëjmë, por nuk e përkrahin, sepse kur ta kundërshtosh atëherë duhesh edhe të veprosh. Pra pozita Tajvanit, për ata që nuk e dinë, Tajvani për nga perspektiva kineze është pjesë rebele e Kinës, por është territori i pandashëm, gjërsa sa i përket tajvandezëve, ata janë të pavarur, de facto.
kanë qeverinë e tyre, majnë zgjedhjet elektorale, kanë partit politike, kanë ushtri, kushdo që ka vizitu Taipei, e di se çfarë standardi tjetës mirë atje kanë tajvandezët. Shëbaja edhe Trumpi, edhe Rubio u deklaruan se janë kundër çdo ndryshimi me forcë të pozitës së Tajvanit dhe Kinës, nëse qytetarët e Tajvanit, që janë kinezë, ato duhet ta dinë, që janë kinezë pra si kombë, si etni, janë kinezë, nuk kanë kur farë dallimi nga këta kinezët e kontinentit, por nëse zgaboj patëm bajt një emision para disa muajve lidhur me Tajvanin. Pra për pika shkurta, në pika shkurta për ata që nuk e din, Tajvani është Republika e Kinës në Tajvan, zyrtarisht kështu quhet, dallimi është pra, dhe kjo komunistja është Republika Popullore e Kinës. Ndarjet janë me luftën civile, domethënë nga 1949, kur komunistët e fitojnë luftën qytetare dhe pastaj komitangët që janë kajshekut tërhiqen në Tajvan, dikun 2 milion. Dhe nga aty e zhvillojnë Republikën e Kinës, sepse derisa Mao Tse-tungu nuk erdhi në pushtet, Kina quhej Republika e Kinës. Dhe Republika e Kinës ishte, pra kjo e nacionalistëve, ishte ajo që mori pjesë edhe në San Francisco, po edhe në Dumbarton Oaks, pra në Washington, kur u krijuan Kombet e Bashkuara, pra 5 nënshkrimet fillestare, SBA, Britani, Francë, Bashkim Sovjetik, ishte Kina, ishin këta kinezë e Tajvanit. Dhe nga 1949 krijuan Tajvanin një superfuqi ekonomike, zhvilluan demokracinë, është sistemi pluralist, pluralizmi atje, pra ka parti të ndryshme të cilat garojnë për të marrë pushtetin, që nuk është një rast i njëjtë me Kinën, pra hezitimi është se ata nuk duan të bashkohen Kinës derisa Kina nuk demokratizohet plotësisht, dhe marrin si shembull Hong Kongun, fillimisht në 1997, kur ju kthye Hong Kongu Kinës, Kina lansoi atë një shtet 2 sisteme, formulën, por në 2014, kur u bën zgjedhjet për zgjedhjet elektorale për udhëheqjen e Hong Kongut, Kina ndërhyri, i dim ato protestat e 2014-s, lëvizja me ombrell, siç u quhej, sepse policia filloi të spërkas me piper, djeg syve, dhe u burgosën mbi 10.000 kinez Hong Kongas. Pra edhe shembulli i Hong Kongit sikur ju jep më shumë hezitim për të bashkuar me Kinën. Nga ana tjetër, Xi Jinping, si do të që t'i thojnë, ky është tamam një lider autokrat, si gjithë lideret e mëparshëm komunist, e i cili do të sillet me Tajvanin një ashtu siç u sallën me Hong Kongun. Por megjithatë, sikur ekonomia është edhe më tutje, kështu prioritet, mbi prioritete, siç po e përdorin këtë fjali politikanët tanë. Po, prioritet është nga definicioni e para, s'ka prioritet mbi prioritet, po ashtu ka hina të zhargonin e politikanëve tanë. Pra është ekonomia, dhe me ekonominë sikur nuk po bëjnë kompromise.
u pa edhe kërshi Iranit, nuk u deklaruan se janë kundër që Irani të ketë bombën atomike, u deklaruan që të ketë një marrëveshje sa më shpejt, sepse më shumti po pëson Kina me këtë inflacion për faktin se produktet e saj kanë fillu të shtrejtohen dhe ajo edhe më tutje e mban si të them atë imazhin e prodhimit të produkteve të lira të konsumit të gjerë. Pra ishte tërësisht summit ekonomik. Trumpi e ftoi në shtator sepse zgjedhjet për kongres, zgjedhjet parlamentare në Amerikë janë nëntor, kështu që do ta përdor për fushat, veç ka fillu ta përdor për fushat, tash të shohim se si do të zhvillohen situata. Zoti Tali, të falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit për këtë analizë të gjerë dhe gjallë që u bëm këtyre zhvillimeve me këtë javë që ishte të ngjeshur, edhe në prag të zgjedhjeve në Kosovë, ku shpresoj që të flasim sërish në javën e vazhdim, në ditën e vazhdim për ato që pritet të ndodhë atje. Të falenderoj shumë. Patjetër. Përshëndetje gjithë atyre që na përcjellin. Ishte kënaqësi.